Andrew ishte në humor të keq dhe kjo nuk vinte nga dështimi në provimin e ekonomisë, të cilin tani do të duhet ta jepte sërish. Arsyeja gjente diku tjetër, e rrënjosur në të kaluarën e Andrews. Gjithçka filloi me një bisedë në mëngjes me xhaxhain e tij Isakun, i cili ndau një lajm vërtet rënditës gjatë mëngjesit. Doli që babai i Andrews kishte qenë i përfshirë në zhdukjen e nënës e tij, e cila e kishte lënë familjen 20 vjet më parë. Andrew ishte vetëm 3 vjeç në atë kohë, kështu që mezi e mbante mend nënën e tij. Gjatë bisedës, xhaxha Isak nuk i tregoi nipit të tij tërë të vërtetën, duke lënë të kuptohet për gjëra që ndezën edhe më shumë interesin e Andrews. Pse më tha fare këtë? Për çfarë përpiqte të arrinte? A donte të më bënte të humbisja ekuilibrin dhe të më nervozonte? Andrew i rrëfeu shokut të tij më të mirë, Simonit. Burri mendoi për një shans përpara se të përgjigjej. Po të isha ti, nuk do të nxitoja të fajsoja baban tënd dhe t'i besoja fjalëve të xhaxhait. Kush e di si ka qenë situata? E di që kanë kaluar 20 vjet. Mendoj se hapi yt i parë do të ishte të flisje me babain. Jo, kjo është jashtë diskutimit. Babai im refuzon kokëfortësisht të më tregojë ndonjë gjë. Nëse do të diskutoj për këtë me dikë, do të jetë vetëm gjyshja ime, dhe pse sot kam një takim me Aprilin dhe nuk jam i sigurt nëse kam kohë të mjaftueshme të vizitoj gjyshen fillimisht, tha Andrew me dyshim. Simon tundi kokën, por u përmbajt nga komentet. Ai e kuptonte që, duke qenë një jashtëm, ishte më mirë të shmangte ndërhyrje në çështjet familjare të dikujt tjetër, edhe nëse bëj fjalë për familjen e shokut të tij më të mirë. Pasi u përshëndet me Simon, Andrew nis për në shtëpi. Ai ndjente një peshë në zemër, por nuk donte të fliste me baban e tij për një temë kaq të sikletshme. George Miller ishte një burr i vështirë, i cili përpiqej të mbante gjithçka nën kontroll. Duke drejtuar biznesin e tij, ai kishte arritur sukses të konsiderueshëm, duke ngritur statusin e tij shoqëror disa nivele më lart. Pavarësisht faktit që babai i tij kishte siguruar Andrews një fëmijëri të mbushur me luks dhe pasuri, djali ende mbante një farë inati dhe rralli hapte zemrën atij plotësisht. Tani gjatë rrugës për në shtëpi, Andrew mendonte se si do pyeste me takt baban e tij për nënën. Si mund ta kishte braktisur atë kur ai ishte kaq i vogël? Pse e la familjen? Kishte më shumë pyetje se sa përgjigje dhe kjo e bënte Andrew të ndihej shumë i shqetësuar. Duke u përpjekur të shpërqendrohej nga mendimet e tij të trishta, Andrew mendoi për April, me të cilën kishte dalë për 3 muajt e fundit. Pavarësisht natyrës së dukshme serioze të marrëdhënies së tyre, çiftëria ende nuk i kishte prezantuar prindërit e tyre, duke shtyrë atë moment stresues për më vonë. Në thellësi të shpirtit, Andrew kishte frikë se babai i tij, i njohur për sjelljen e tij të pakëndshme, mund të mos miratonte April. Në atë moment, telefoni i tij vibroi në xhep, duke njoftuar për një mesazh të ardhur. Andrew buzëqeshi dhe nxorri telefonin nga xhepi. Siç e kishte pritur, mesazhi ishte nga April. Ajo i thoshte se do të donte ta ftonte për darkë në shtëpinë e saj. Sytë e tij u ndezën nga gëzimi. Më në fund do të takohej me familjen e saj. Kemi 3 muaj që dalin, por ende sillemi si të huaj, mendroi Andrew. Në atë çast një ide kurioztare i erdhi në mendje. Andrew vendosi që, para se të shkonte te shtëpia e saj, do të vizitonte patjetër gjyshen e tij dhe do të fliste me të për nënën. Charlotte Miller jetonte në një zonë rezidenciale, kështu që ishte mjaft e lehtë për ta vizituar. Pasi përgatiti një drekë të shpert për vete, Andrew bëri dush, veshi rrobat më të mira dhe u nis. Gjyshja Charlotte gjithmonë gëzoi kur shinte nipin e saj dhe sigurohej ta shprehinte këtë ndjenjë sa herë që takoheshin. Pavarësisht se ishte gjyshja e Andrews nga ana e babait, ajo nuk hezitonte të kritikonte babain e tij përpara nipit. Duke parë nipin në prag të derës, zonja Miller buzëqeshi dhe e përqafoi fort. Ke qenë një mysafir i rrallë në shtëpinë time kohët e fundit. Si po shkon shkolla? Po në jetën tënde personale apo shkojnë gjërat mirë? Pyeti ajo duke i hedhur çaj mysafirit të saj. Më fal gjyshe, kur nuk duhet se kam kohë të mjaftueshme. Jam i sigurt që e kupton. Në fakt, kam ardhur këtu për një arsye. Ditën tjetër, xhaxha Isaku përmendi që faji që nëna ime na la ka qenë i babait tim, kështu që doja të pyesja nëse kjo është e vërtetë, apo xhaxhai po egzageron përsëri. Pyeti Andrew.
Zonja Miller ndaloi për një moment duke bërë që një rrjetë e dendur rrudhash të shfaqej në ballin e saj. E di dashur, do të jem plotësisht i sinqert me ty. Xhaxha Isaku të ka thënë të vërtetën. Nëna jote Nancy nuk e la familjen vet. Ajo u detyrua të largohej dhe babai yt e bëri këtë. Po, e dëgjove mirë. Po pse bëri babi këtë? Pse detyroi nënën time të më braktiste? Andrew nuk mund të përmbante emocionet. Charlotte Miller shikoi nipin e saj me qortim përpara se të vazhdonte. Nëna jote ka qenë gjithmonë një ekonomiste e shkëlqyer dhe ishte ajo që ndihmoi babain tënd të arrinte lartësi të mëdha në biznesin e tij. Por kur George arriti sukses, superioriteti intelektual i saj u bë një barr për të. Në atë kohë ishte tashmë 3 vjeç. Kur ai paraqiti kërkesën për divorc, George bëri gjithçka për të siguruar që gjykata të vendoste në favor të tij dhe ai të merrte kujdestarinë e plotë me ty. Ndërsa Nancy nga ana tjetër ju ndalua të afroj më shumë se 1 milje nga shtëpia, duke i prekështu lidhjen me djalin e saj. Historia gjyshe se tronditi Andrew. Gjatë gjithë atyre viteve ai kishte jetuar me besimin se nëna e tij kishte lënë me dëshirë atë dhe babain e tij, por në realitet George Miller kishte bërë gjithçka për të ndarë nënën dhe djalin për hir të ambicieve të tij. Pse nuk kemi asnjë foto të vetme të nënës në shtëpinë tonë? Pyeti Andrew duke ngritur një tjetër pyetje të pakëndshme. Për abin e tij, gjyshja e tij ishte përgatitur për një pyetje të tillë. Ajo ngrit nga tavolina dhe shkoi në dhomën tjetër. Pas disa minutash ajo u kthye duke mbajtur një foto të vjetër me skaje të palosura. Ja, merre. Kjo është nëna jote i dashur. Me sa duket, babai yt i hodhi dhe i fsheu të gjitha fotot, por siç e sheh, unë ende arrita të ruaj një. Duke marrë foto në duar, Andrew shikoi me interes gruan elegante rreth të 30-tave, të kapur me një buqet rëndafilash. Është kaq e bukur. Nuk di asgjë, por gjithçka që ndodhi, mendoi Andrew, duke vendosur foton në xhepin ansor të xhaketës. Faleminderit gjyshe, ndoshta duhet të iki, kam një takim sot, kështu që nuk mund të vonohem. E fejuara ime nuk do të donte, tha Andrew me një buzëqeshje duke u ngritur nga tavolina. Charlotte Miller e përqafoi nipën e saj për lam të mirë dhe e përcolli deri te dera. Pasi bëri shenjë gjyshes për lam të mirë, Andrew nxitoi drejt qendrës së qytetit. Atje jetonte April me prindërit e saj. Ai po vononte pak, por ende besonte se mund të arrinte në kohë. Shtoi hapin dhe u afrua kryqëzimit, ku duhet të priste që semafori të kthehej shi. Pa pritmas, diçka e çuditshme i ra në sy nga periferia e shikimit. Duke kthyer kokën, Andrew pa një grua të moshuar që qartësisht kishte nevojë për ndihmë. Ai u afrua gruas dhe i kapi dorën përpara se të pyeste: "A jeni mirë? A keni nevojë të thërras ambulancën?" Gruaja duke mjaft e turpëruar. Ajo shikoi Andrew dhe përshëriti duke marrë frymë me vështirësi. "Jo, s'ka nevojë. Kam disa pilula në çantën time, në xhepin ansor. A mund t'i shohësh të lutem, i merr?" Andrew e përmbushi me gatishmëri kërkesën e gruas së moshuar, por nuk e lëshoi dorën e saj, duke pasur frikë se ajo mund të ndihej sërish keq dhe të humbiste vetë të dijen. "Më lejoni t'ju ndihmoj të shkoni në shtëpi, nuk është problem për mua", ofroi burri duke u përpjekur të mos mendonte për faktin që duhet të shkonte në takimin e tij. "Faleminderit, por ndoshta je i zënë apo jo? Jam e sigurt që mund të arri vetë, do të bëj pushime gjatë rrugës", murmuriti gruaja e moshuar, duke u dukur e turpëruar, por nuk kishte bindje për Andrew në këtë pikë. Duke kapur fort gruan e moshuar për krau, ai u nis në drejtimin që ajo i tregoi. Andrew e dinte që do të vononte për takimin e tij me April, por ndihma për gruan në nevojë ishte shumë e rëndësishme për të në atë moment. Gjatë bisedës me gruan e moshuar, Andrew mësoi se emri i saj ishte Barbara Simpson dhe ajo jetonte në rrugën e parkut. "Wow, ky është fat. Pikërisht atje duhet të shkoj." Shtëpia e nënës së April ndodhet në atë rrugë, i kaloi në përmendje. Por kur zonja Simpson e solli Andrew te pragu i saj, ai ndjeu një shqetësim. "Jo, kjo s'mund të ndodh. Apo halucinoj? Si është e mundur kjo? Është ndonjë rastësi apo ndoshta kam gabuar adresë?" Habia e Andrews kishte një shpjegim të thjeshtë. Numri i shtëpisë së Barbara Simpson përkonte me numrat e përmendur nga e fejuara atij. Pastaj dyert u hapën dhe April u shfaq në prag. "Andrew, pse po vonon? Dhe ku takove gjyshen time?" thiri April. Habia e April ishte aq e sinqert sa Andrew nuk kishte asnjë dyshim për lidhjen e saj me Barbara Simpson.
por ajo që e priste brenda shtëpisë e bëri të besonte në ekzistencën e fuqive mbinatyrore. Në dhomën e ndenjës, Andrew u prit nga nëna e tij, e cila kishte ndryshuar gjatë 20 viteve të fundit, por ende i ngjante bukurisë me sy gri nga fotografia. Mam, shiko, kam foton tënde, shiko, thiri Andrew me lot në sy duke i zgjatur foton gruas. Vetëm atëherë, Nancy kuptoi që djali i saj kishte ardhur për të takuar vajzën e saj. Mami, ato të thot kjo që jemi vëlla e motër? Pyeti April duke u përpjekur të mbante lotët. Tensioni mbushi dhomën, pastaj Nancy foli. Jo, e dashura ime. Ti nuk je vajza ime biologjike. Pasi babai i Andrews më nxorri nga shtëpia dhe paraqiti kërkesën për divorc, unë martova me një burrë që kishte tashmë një vajzë të vogël nga martesa e tij e mëparshme. Nëna jote biologjike vdi gjatë lindjes, kështu që unë të byrësova dhe u bëra personi më i afërt për ty pas babait tënd. Kështu që ti dhe Andrew mund të martoheni pa problem. April dhe Andrew shkëmbyen shikime, fytyrat e tyre u mbushën me lumturi. Së shpejti të gjithë ishin ulur rreth tryezës familjare duke diskutuar për dasmën e ardhshme, e cila sipas ëndrit do të zhvillojë pavarësisht çdo gjëje. Andrew e dinte që babai i tij nuk do të kënaqej me këtë lajm, por në atë moment ai shqetësoi vetëm për lumturinë e tij, për të cilën ishte gati të luftonte deri në fund. Pa u përpjekur fare, Andrew kishte gjetur nënën e tij, e cila doli të ishte nëna byrësuese të fejuarës së tij. Një muaj më vonë, çifti i riu martuan dhe ceremonia e tyre dasmës do të mbajë mend nga të ftuarit për momentet e saj të gëzueshme dhe një atmosferë të vërtet lumturie. Thuajse deri në atë kohë April tashmë po mbante fëmijën e Andrews. Vetëm koha do të tregonte nëse kjo ishte vërtet apo jo. Gjithçka që na mbetet tani është të gëzohemi për të sapo martuarit, të cilët ka përcyen kaq shumë pengesa për të bërë një çift i lumtur i martuar.